Mos e humb asnjë detaj të fizikës, 4 motor të varur nën krah krijojnë shumë më tepër rezistencë aerodinamike se sa 2. Kur heq 2 motor, krahu bëhet më i pastër, avioni peshon disa tonë më pak dhe rrjedha e ajrit bëhet shumë më e qetë. Në aviacionin e vitit 2026, ku çdo gram karburanti ka rëndësi për fitimin, të fluturosh me 4 motor është si të përpiqesh të vraposh një maraton me çizme plumbi. Avionët me 2 motor janë, thjesht, atlet më të lehtë dhe më të shpejtë. Për dekada me radhë, të shije 4 gjurmë avulli duke qarë pafundësinë blu ishte simboli suprem i sigurisë dhe i fuqisë teknologjike. Nëse doje të kaloje Oqeanin Atlantik ose Paqësorin, nuk kishte alternativë vërtet realiste, duhej të hipje në një fortesë fluturuese si Boeing 747 ose, më vonë, në madhështorin Airbus 380. Por sot, kjo pamje ka ndryshuar rrënjësisht. Nëse shkon në cilindo aeroport të madh ndërkombëtar në këtë fazë të aviacionit, do ta vësh re se gjigantët me 4 motor po zhduken. Po zëvendësohen nga avion që duken më të thjeshtë, me vetëm 2 turbina nën krah. Nuk bëhet fjalë për mod estetike. Bëhet fjalë për një revolucion të heshtur, ku efikasiteti e fitoi luftën kundër madhësisë brute, duke e ndryshuar përgjithmonë mënyrën si e lidhim botën nga njëri skaj në tjetrin. Për të kuptuar pse ndodhi kjo, duhet të shohim fillimisht zemrën e makinës, turbinën me bypass ultra të lartë. Dikur, motorët ishin shumë më të vegjël dhe shumë më të zhurmshëm. Të duheshin 4 të tillë për të krijuar shtytjen e nevojshme që të ngrihej në ajër një avion të ngarkuar me 500 pasagjerë dhe tonelata karburanti. Sot, inxhinieria e materialeve ka bërë të mundur krijimin e motorëve si G90 ose GG, të cilët fletët e fibrës së karbonit janë aq të mëdha, sa brenda mbështjellëses së tyre do të mund të futej i tërë një Boeing 737. Këto përbindësha modern prodhojnë aq shumë fuqi, sa 2 prej tyre bëjnë punën që dikur kërkonte 4. Dhe këtë e bëjnë duke konsumuar pothuajse 40% më pak vajguri. Për një linjë ajrore, të fluturosh sot me 4 motor është si të përpiqesh të fitosh një garë të Formula 1-shit me një kamion madhrash. Po, është i fuqishëm, por edhe absurdërisht jo efikas. Mbaje mend rregullin e artë të hangarëve, mirëmbajtja parandaluese. Çdo motor avioni është një qytet mekanik tepër kompleks, me mijëra pjesë lëvizëse që punojnë në temperatura që do ta shkrinin çelikun brenda sekondash. Të kesh 4 motor do të thotë të kesh 2 fish më shumë mundësi që diçka të shkojë keq, 2 fish më shumë sensor për t'u kontrolluar dhe, mbi të gjitha, 2 fish më shumë orë pune për mekanikët shumë të kualifikuar. Në industrinë e sotme, ku marzhet e fitimit janë po aq të ngushta sa korridori i klasës ekonomike, heqja e 2 motorëve nga ekuacioni është një lehtësim financiar gjigant. Nuk kursen vetëm karburant. Ul në gjysmë inventarin e pjesëve rezervë dhe redukton edhe kontrollet e përgjithshme shumë të kushtueshme, të cilat mund të kushtojnë miliona dollar për çdo njësi fuqie të instaluar. Por goditja vendimtare për avionët me 4 motor erdhi nga diçka që quhet certifikimi ETOPS. Në vitet 80, rregullat ndërkombëtare ndalonin që një avion me vetëm 2 motor të largohej më shumë se 60 minuta nga një aeroport alternativ gjatë kalimit mbi oqean. Frika ishte e thjeshtë, nëse një motor dështon, tjetri nuk do të mund ta përballonte ngarkesën deri në tokë. Por avionët modern me 2 motor provuan se janë aq jashtëzakonisht të besueshëm, sa autoritetet e aviacionit e zgjeruan këtë kufi fillimisht në 120 minuta, pastaj në 180, e sot deri në 370 minuta. Kjo do të thotë se një avion me 2 motor sot mund të ndjek një vit të drejtë mbi polin e veriut ose mbi shkretëtirën më të madhe, me siguri të plotë. Muri mbrojtës që i mbante gjallë avionët me 4 motor u shemb plotësisht përballë besueshmërisë së teknologjisë së sotme. Mos e humb nga syt aerodinamikën e rezistencës parazite. Sa herë që var diçka në një krah, e prish rrjedhën e butë të ajrit dhe krijon rezistencë. 4 motor do të thotë 4 pilona, 4 mbulesa dhe 4 burime turbulence, që avioni duhet t'i shtyjë përmes atmosferës me 900 km/h. Kur kalon në një projektim me vetëm 2 motor, krahu bëhet shumë më efikas. Kjo i jep avionit mundësi të rrëshqas më mirë në ajër dhe të ketë nevojë për më pak shtytje për të ruajtur shpejtësinë e pandryshuar të fluturimit. Është një vallëzim elegant me fizikën, ku më pak do të thotë, fjalë për fjalë, shumë më tepër peshë të dobishme në kabinë. Linjat ajrore preferojnë avion që e presin ajrin si thikë e nxehtë në gjalp, jo makina që duhet të luftojnë kundër strukturës së vet të rëndë për të ecur përpara. Edhe logjistika e aeroporteve luajti kundër gjigantëve me 2 kate.
Airbus 380 ishte aq masiv sa shumë aeroporte u detyruan të shpenzonin miliona dollar për të zgjeruar pistat dhe për të ndërtuar porta të posaçme hipjeje me tunele të 2 fishta. Sot, avionet me 2 motor për fluturime të gjata, si Boeing 787, mund të ulen pothuajse në çdo aeroport dytësor të botës pa pasur nevojë për infrastrukturë speciale. Kjo bën të mundur atë që quajmë fluturim pik më pik. Nuk je më i detyruar të fluturosh deri në një qendër të madhe lidhëse në një kryeqytet dhe më pas të marrësh një avion më të vogël. Tani mund të shkosh drejt për drejt nga qytete më të vogla, duke kaluar oqeanin me një avion efikas me 2 motor. Liria e lëvizjes e vrau mbretin e qiellit, sepse njerëzit preferojnë të mbërrijnë drejt në destinacionin e tyre, jo të enden nëpër terminale gjigante. Të jetosh këtë ndryshim epoke do të thotë të shohësh se si dikur prestigji matej me numrin e turbinave që mund të vendosjen në krah për t'i bërë përshtypje pasagjerit. Sot, prestigji matet me sa kilometra mund të përshkosh me sasinë më të vogël të mundshme të karburantit, duke ruajtur një nivel sigurie që i afrohet përsosmërisë statistikore. Epoka e avionëve me 2 motor nuk është vetëm e tashmja. Është e vetmja rrugë e zbatueshme për një aviacion që kërkon të jetë i qëndrueshëm dhe fitimprurës në këtë cikël transformimi global, ku shurma dhe tymi nuk kanë më vend. Megjithatë, pavarësisht gjithë këtij efikasiteti ekstrem, ekziston një skenar i caktuar ku të kesh 4 motor vazhdon të jetë e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Është një mjedis ku pesha dhe pista janë aq ekstreme, sa teknologjia e avionëve me 2 motor thjesht detyrohet t'i dorëzohet forcës brute. Ky skenar mbijetese, ku avionët me 2 motor nuk mund të konkurrojnë, gjendet të transporti i ngarkesave të rënda dhe të operacionet ushtarake të nivelit të lartë. Kur duhet të ngresh nga toka një pjesë makinerie minerare që peshon 100 ton, ose të transportosh një tank lufte nëpër një kontinent, fizika të detyron t'i kthehesh forcës brute. Avion si Antonov 124 ose SA-17 Globemaster, imponues në çdo kuptim, nuk përdorin 4 motor për nostalgji. I përdorin për shkak të redundancës dhe shtytjes fillestare. Në pista të shkurtra dhe të papërgatitura, ku ajri është i dendur ose nxehtësia është ekstreme, të kesh 4 burime fuqie bën që avioni të hidhet në qiell në distanca ku një avion komercial me 2 motor do të mbetej i ngjitur pas asfaltit. Është ndryshimi mes një atleti shpejtësie dhe një peshëngritësi olimpik. Sot, një arsye tjetër pse 4 motorët vazhdojnë t'i rezistojnë zhdukjes në disa segmente është siguria gjatë ngritjeve kritike. Imagjino një avion që ngrihet nga një aeroport në lartësi të madhe, si ai i Ciudad de México apo i La Pazit, ku ajri është aq i hollë sa motorët japin shumë më pak rendiment. Nëse një avion me 2 motor humbet një turbinë pikërisht në çastin e rotacionit, piloti duhet të përballet menjëherë me humbjen e 50% të fuqisë. Në një avion me 4 motor, humbja e një motori do të thotë të humbasësh vetëm 25% të shtytjes totale. Kjo rrjet sigurie shtesë është ajo që u lejon avionëve të mëdhenj kargo të operojnë në kushte ku çdo avion tjetër do ta kishte të ndaluar ngritjen. Nuk është vetëm çështje fuqie. Është një policë sigurimi jete, e shkruar me metal dhe vajguri. Mos e nënvlerëso arkitekturën e krahëve. Për të mbajtur 4 motor, krahu duhet të jetë një kryevepër e vërtet ngurtësie. Kjo bën që këta avion të jenë jashtëzakonisht të qëndrueshëm në turbulenca të forta. Ndërsa avionët modern me 2 motor kanë krah shumë fleksibël që përkulen për të kursyer karburant, gjigantët me 4 motor ndihen si shkëmbim të fortë që çajnë re. Pikërisht kjo qëndrueshmëri është arsyeja pse Air Force One, avioni i presidentit të Shteteve të Bashkuara, vazhdon të jetë një Boeing 747. Kur transporton liderin e një kombi, efikasiteti i karburantit kalon në plan të tretë. Ajo që ka rëndësi është redundanca absolute e sistemeve dhe një platformë fluturimi që nuk lëkundet përpara asgjëje. Vërire e një faktor teknik që pothuajse askush nuk e përmend, prodhimin e energjisë elektrike. Një avion modern është, në thelb, një kompjuter gjigant që fluturon. Të gjitha sistemet e navigimit, radarët dhe komunikimet e avancuara konsumojnë një sasi të madhe energjie elektrike. Kur ke 4 motor, ke edhe 4 generator të pavarur që furnizojnë avionin. Nëse dështojnë 2, të mbeten ende 2 të tjerë që prodhojnë energji me tepritës. Në një avion me 2 motor, nëse humbet njërin motor, futesh në një situatë emergjence elektrike, ku duhet të fillosh të fikësh sisteme dytësore që të mos shterosh bateritë. Për operacione speciale ose për avion spitalor, të kesh 4 zemra elektrike që rrahen njëkohësisht është një avantazh real që efikasiteti i avionëve me 2 motor ende nuk arrin ta barazojë.
Në këtë fazë të aviacionit, po shohim gjithashtu se si 4 motorët lejojnë një projektim shumë më të gjatë dhe më të rëndë të trupit të avionit, pa kompromentuar strukturën qendrore. Duke shpërndar peshën e turbinave përgjatë gjithë krahut, zvogëlohet stresi i përdredhjes në pikën ku krahu bashkohet me trupin e avionit. Kjo bëri të mundur që mjetet si Airbus 340 të ishin jashtëzakonisht të gjata, ideale për të transportuar ngarkesa voluminoze që thjesht nuk futen në barkun e një avioni më të vogël. Edhe pse për linjat ajrore të pasagjerëve kjo nuk është më fitimpruese, për kompani të logjistikës globale si Volga Dnepr, këta gjigant mbeten mjetet e punës që e mbajnë në lëvizje ekonominë botërore sa herë që duhet transportuar ajo që duket e pamundur. Pa dyshim, shkaftësia e avionëve me 2 motor është mahnitse. Por ka një mistik që po humbet. Tingulli i 4 turbinave që gjëmojnë në unison në fund të pistës është një simfoni inxhinierike që shënoi shekullin e 20 dhe që tani po kthehet në një jehon të së kaluarës. Po kalojmë nga epoka e fuqisë brute në epokën e algoritmit inteligjent, ku software-i i motorit kompenson atë që dikur e bënim me më shumë cilindra ose më shumë turbina. Ky është progresi natyror. Por për dashamirët e avionëve, sa herë që një avion me 4 motor tërhiqet në një shkretëtir të Arizonës, mbyllet një kapitull i guximit njerëzor që vështirë se do të përsëritet sërish. Megjithatë, ekziston edhe një sekret i fundit që linjat ajrore nuk e tregojnë shpesh kur flasin për arsyen pse i urrejnë kaq shumë avionët me 4 motor. Dhe ky sekret lidhet me diçka që ndodh shumë më herët se ngritja e avionit, në zyrat e sigurimeve ndërkombëtare. Ky sekret i fundit financiar që linjat ajrore preferojnë të mos e nxjerrin në shesh, gjendet te policat e sigurimit ndërkombëtar. Të sigurosh një avion me 4 motor kushton dukshëm më shtrenjtë, jo vetëm sepse vetë aseti ka një vlerë zëvendësimi më të lartë, por edhe për shkak të rrezikut statistikor. Sot, kompanitë e sigurimit i llogarisin primet duke u bazuar te probabiliteti i një defekti mekanik që do ta detyronte avionin të bënte ulje emergjente. Kur dyfishon numrin e motorëve, teknikisht dyfishon edhe mundësitë që një sensor të dështojë ose që një turbinë të gëlltisë një zog. Dhe kjo mund ta detyrojë linjën ajrore të paguajë gjoba për vonesa, hotele për 500 pasagjerë dhe riparime që kushtojnë miliona në aeroporte të largëta. Në këtë fazë të aviacionit, ku fitimi matet me qindarka për vend, 4 motorët janë kthyer në një luks të rrezikshëm që investitorët nuk janë më të gatshëm ta mbështesin. Kushtoju vëmendje paradoksit të peshës së vdekur. Kur një avion me 4 motor si Airbus 340 fluturon me gjysmë ngarkese, ai prapë duhet të mbajë me vete peshën e vdekur të 4 turbinave gjigante. Është sikur për të shkuar të blesh bukë të përdorësh një kamion me 18 rrota. Motori vazhdon të shpenzojë një sasi të madhe energjie vetëm për të lëvizur vetveten. Avionët modern me 2 motor, si Airbus 350, janë ndërtuar pothuajse tërësisht me materiale të përbëra si karboni. Kjo i bën aq të lehtë, sa 2 motorët e tyre mund t'i çojnë më larg se sa do të kishte guxuar të ëndërronte ndonjëherë çdo avion metalik me 4 motor i shekullit të 20. Fitoria e avionit me 2 motor është, në të vërtetë, fitoria e kimisë së materialeve mbi forcën brute të djegjes. Mos e humb nga syt ndikimin mjedisor, një faktor që sot vendos se cilët avion mund të ulen në qytete si Londra ose Zürichu. Avionët me 4 motor janë, nga vetë natyra e tyre, shumë më të zhurmshëm dhe lënë një gjurmë karboni më të lartë për çdo kilometër të përshkuar. Sot, shumë aeroporte europiane vendosin tarifa shumë të larta zhurme për avionët më të vjetër dhe më të mëdhenj. Kjo e ka përshpejtuar daljen e parakohshme nga shërbimi të ikonave si Boeing 747, të cilat, ndonse vazhdojnë të jenë makina të shkëlqyera, ndëshkohen financiarisht nga një botë që kërkon qiell më të pastër dhe më të qetë. Efikasiteti nuk është më vetëm një zgjedhje për të fituar para. Është bërë kushti ligjor për të vazhduar operimin në tregjet më fitimpruese të planetit. Pa dyshim, po jetojmë vitet e fundit të një epoke të artë, ku madhësia ishte gjithçka. Gjigantët me 4 motor po tërhiqen me nder duke i lënë vendin një brezi avionësh inteligjent me 2 motor, të cilët, edhe pse duken më pak imponues, janë mrekulli të vërteta të llogaritjes kompjuterike dhe të termodinamikës. Të shohësh një ngritje me 4 gjurmë avulli do të bëhet shumë shpejt një pamje e rrallë, e rezervuar për muze ose për transportin më kritik të ngarkesave të njerëzimit. Ky është fundi i epokës së titanëve dhe fillimi i epokës së saktësisë absolute. Aviacioni ka qenë gjithmonë pasqyrimi i ambicieve tona si specie, dhe sot ambicia jonë më e madhe është efikasiteti total.
Nëse ky udhëtim mes gjigantëve që sunduan shekullin e 20 të ka bërë ta shohësh qiellin me sy të tjerë, të ftoj të vazhdosh të eksplorosh me ne sekretet që fshet çdo fluturim. Qielli ka ende shumë histori për të treguar dhe ne do të jemi këtu për t'i deshifruar në çdo horizont të ri që do të kalojmë bashkë. Faleminderit që e pe videon.